miq dhe bashkidealistë të babait tim nga Kosova, Maqedonia e Shqipëria. Faleminderit të gjithëve, veçanërisht struganëve që nuk e kanë harruar veprën dhe sakrificën e Nuriut, dhe që kanë kontribuar që ai të mbetet gjallë gjithmonë në mesin tonë. Sot, në 20 vjetorin e rënjes së babait tim, nuk dua të flas për plumbat e 98-s dhe as 2001-shit, por për plumbat e vitit 2005. Dhe për herët e panumërta që ai është vrarë nga 2005 deri më sot. E dim kush e vrau Nuriun në 2005, po për 20 vite me radhë, ai është vrarë nga institucionet, nga policia, gjykata dhe prokuroria. As sot nuk e dim zyrtarisht kush u arrestua, çfarë ndodhi me hetimet, apo çfarë vendimi u mor nga gjykata. As ti informacion nuk na është dhënë. Unë sot, me bindje të plot, u them të gjitha institucioneve dhe atyre që i kanë drejtuar ato. Sado që i keni fshehur të vërtetën, ajo një ditë do dalë në dritë. Ju mund të fshini një dosje, por asnjëherë një të vërtetë. Ne kemi punuar për ta zbardhur të vërtetën e babait tim, dhe kjo e vërtet do shkruhet në historinë shqiptare. Babai im jeton përmes kujtimit dhe veprës së tij. Ne jetojmë me kënaqërinë që ai na la trashëgim, heroizmin dhe sakrifica e tij, dhe me ndërgjegjen tonë të pastër. Ndërsa shumë të tjerë jetojnë të fshehur pas maskave. Qofti përjetshëm kujtimi